Fondacioni Banka e Ideve në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Vitrina, në vazhdimin e projektit me workshop dhe mendime të ndryshme në kuadër të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, sot kanë zgjedhur një temë që i përket shëndetësisë. A kemi ne shqiptarët kulturë shëndetësore? Ju bashkuat Ina me nismën tonë dhe shprehet mendimin tuaj. Cili ishte mendimi juaj? Unë mendoj që shqiptarët në përgjithësi nuk është se ka një kulturë shumë të mirë shëndetësore. Mendoj që në këtë aspekt duhet bërë akoma më shumë. Secili nga ne e tregon kulturën e vet shëndetësore në çdo aspekt. Në veprimet, në vizitat që bën, domethënë se sa kujdeset për veten e vet. Dhe secili nga ne duhet të shtojë kujdesin vetjak, në mënyrë që të përmirësojmë dhe të kemi një kulturë shëndetësore të përgjithshme, të realizuar dhe tepër të arrirë. Ky sigurisht është mendimi juaj i një profesioniste të fushës për të bërë, shpresojmë, pasi ju keni përfunduar shkollën e mesme këtu në kampusin universitar Vitrina me rezultate të shkëlqyera dhe tani vazhdoni mjekësinë. Kështu që është tamam në fushën tuaj, por a mendoni se është duke u bërë mjaftueshëm në drejtim të mjekësisë për standardet europiane në shëndetësi? Po, mjekësia është fusha që më pëlqen më shumë, le të themi, dhe po janë të vërtetë ato që sapo thatë, që kam qenë nxënëse e shkollës mesme Vitrina dhe konkurova në shtet dhe vazhdoj mjekësinë, domethënë studimet e larta për mjekësi. Dhe mendoj që, siç thash dhe më përpara, duhet bëhet akoma më shumë. Mendoj se jemi goxha mbrapa, për sa i përket kulturës shëndetësore. Po projektet tuaja për të ardhmen? Unë mendoj që t'jap kontributin tim me aq sa të mundem, si domethënë në profesionin tim, duke në mjek e ardhshme. Po, dua t'i ndihmoj pacientët e mi të ardhshëm me aq sa të mundem, edhe do jem gjithmonë pro risive të reja, zbulimeve të reja për sëmundjet e ndryshme, ose akoma më mirë për parandalimin e tyre. Unë do t'jep edhe një këshill, ta kesh parasysh të luftosh korrupsionin në shëndetësi. A mund të arrijmë në kësaj? Me shumë punë, them se mund t'i arrijmë, por duhet shumë punë. Faleminderit. Ju lutem.